Dhe aty nuk po ndodhmë, dhe arsyet pse edhe PDK-ja ka fillu dhe të kurrët elektoralisht, mbase ka të bëjnë me lodhjen e elektoratit kësaj partie, me tensionet po ashtu të mbrendshme që ekzistojnë, por që janë më pak evidente. Dhe Aleanca ndonë se e kaloi testin, një test të rëndësishëm me ndrimin e leadershipit, sepse ekzistonte një farë lloj percepcioni që do të mund ta kaloj pragun apo jo, ky test u kalu mirë, po nuk është që demonstroj rezultate tjera më maksimale. Dhe në këtë klim, këtë gjendje të subjekteve opozitare politike, Kurti është shumë më komod nëse shkohet edhe një zgjedhje të jashtëzakonshme, e para i ka resurse shtetërore, shumë më pak e kushtueshme për të fushata elektorale, sesa për subjektet. Po, megjithatë këtë desha them, humbja 100.000, sa vota. Në anën tjetër, partitë opozitare mund të inkurajojnë të shkojnë sërish në zgjedhje, duke qenë se fituan disa deputet më shumë. Fituan për shkak të rrëmjes së përqindjes së pjesëmarrjes qytetarëve, por jo, dëgjoj, për shkak të rrëmjes së përqindjes së qytetarëve, mirë po apo çfarë të lashe po jo dalin. Po vinë gjithnjë më tepër duke u thellu tensionet ndërmjet tyre subjekteve, ndërmjet tensionet e mbrëmshme politike. Dhe kjo mund ta marrë si një lloj sinjali që është përsëri mbase një moment ideal që të tentoj që t'i lodhë dhe të dërmoj edhe më tepër elektoralisht. A do të ndodhë kjo, unë nuk mund ta them me siguri, mirë, po në tavolinin e diskutimeve, të opsioneve, të kalkulimeve mund të ekzistojë edhe ky skenar dhe shto faktin po ashtu për shkak të shtyrjes së vendimit nga gjykata speciale, vendimit për liderët të cilët po mbahen ish liderët e PDK-s, dhe me të tjerë, por që për PDK-n ka rëndësi ta dy ish lider deri në fund të shtatorit. Kjo mund të jetë një lloj kalkulimi që Kurti mund ta shohë veten përsëri i pasfiduar si lider politik, sepse njëra prej arsyeve dhe suksesit e tij elektoral për shkak se subjektet tjera nuk kanë mundur të prodhojnë një lider politik që do ta sfidonte, dhe atëherë mund ta konsideroj si ideale edhe njëherë për ta sprovu veten që shkohet në zgjedhjet e reja të jashtëzakonshme. Nëse mundem, mendoj që ulja e numrit votuesve dhe rënja e mbi 100.000 votave mund të jenë indikator që mund ta diskurajojnë. Sepse nëse shkohet prap në zgjedhje dhe prap ka ulje edhe më të madhe të votuesve dhe ulje ndoshta edhe në vota dhe prap është krizë parafërsisht e njëjtë, besoj se kjo mund të shtyjë vetëvendosin që ndoshta edhe të bëj lëshime, të bëj marrëveshje. Sepse trendi nuk është rritja, trendi është rënja dhe megjithatë një krizë e re pastaj mund ta dëmtojë edhe më shumë legitimitetin e partisë. Kështu që këta dy indikator besoj janë bukur të fuqishëm që ta shtyjnë vetëvendosin drejt një marrëveshje me parti tjera dhe ta gjejnë një zgjidhje për presidentin edhe për qeverinë, për paktën. Okej, po ja lejmë vetes luksin të japim parashikime, unë nuk shoh një lloj marrëveshje politike, unë shoh vetëm përpjekje për justifikim më të madh nga lëvizja vetëvendosje se si është në bazë të klimës politike, në bazë të klimës dhe përpjekje do thotë mund të jetë kalkulim nga lëvizja vetëvendosje se zgjedhjet e reja më shumë do t'i dërmonin edhe subjekte të tjera parlamentare dhe për shkak të pamundësisë siç thash të subjekteve opozitare për të bërë marrëveshje me lëvizjen vetëvendosje nga fragmentarizimet e mbrëmshme. Lidhja Demokratike e Kosovës do ta ketë shumë vështirë të një në koalicion me lëvizjen vetëvendosje dhe këtë situatë vetëvendosja do ta shfrytëzoj për të amplifikuar edhe më tepër narracionin e saj se si LDK-ja është ende pengi i Partisë Demokratike të Kosovës që i krijon jo pak profite elektorale në terrenin e saj dhe në anën tjetër po ashtu edhe do ta shfrytëzoj edhe rezistencën e mbrëmshme të disa individëve në Partinë Demokratike të Kosovës për bashkëqeverisje që ne kemi thënë që sa kohë që kryetar formal është vetëm Hamza, dikush tjetër i vendos në Partinë Demokratike të Kosovës, janë ata të cilët po e pengojnë këtë bashkëqeverisje e tjera. Pra, këto i shohën si dy prej përpjekjeve kryesore për të përfituar në aspektin narrativ, do thotë nëse shkohet në zgjedhje normal edhe tema tjera. A u mjaftojnë këto ndjesër? A u mjaftojnë këto?